Se nuk duhet të lani kurrë pulën para se ta gatuani, eksperti jep përgjigjen. Nëse gjithmonë e keni larë pulën para se ta gatuani, është koha të dini përse kjo metodë nuk është as pak e mirë për shëndetin tuaj. Në të vërtetë, larja e pulës së papjekur është vetëm një nga shumë gabimet që bëni gjatë gatimit. Profesionistët e sigurisë së ushqimit kanë siguruar që kjo praktikë nuk duhet të përdoret. Arsyeja kryesore qëndron në faktin se kjo metodë mundet të rrisë përhapjen e baktereve që mund të ndodhen në pulë. Shumë mendojnë se duke e larë atë mund të zhduken papastërtitë, por kjo nuk është e vërtetë. Në fakt, larja e pulës e përkeqëson këtë problem, sepse uji i rrjedhshëm mundet që të përhap bakteret rreth lavamanit, madje dhe veshjeve tuaja. Mënyra e vetme e sigurt për të eliminuar bakteret është pikërisht gatimi i pulës në temperaturën e duhur.